Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për demencën nervore. Pra, është një plagje, si të thuash, e parakohshme e trurit. E nëse unë do të flas kështu, me të vërtetë unë bëj një gabim të rëndë, sepse truri i njeriut ka një aftësi të çuditshme rigjeneruese. Mjafton që ne të gjejmë pikat e dobëta të tij dhe mënyrën se si ne duhet që ta riaftësojmë atë për punën e tij të përditshme. Pra, si do të ruajmë freskinë e tij. Truri, ashtu si edhe muskujt e njeriut, nëse ne i mbajmë aktiv gjatë gjithë jetës me ushtrime, me gjimnastik, me stimulime të ushqimit, edhe truri i njeriut mbetet i freskët dhe i kthjellët gjatë gjithë jetës së tij. Por, në rastet e pakujdesisë, atëherë vëmë re që ndodh një humbje graduale e funksioneve mendore të trurit, shfaqen dobësime të mendimit logjik, ulje të aftësisë për të folur dhe për të kuptuar, një ulje të përqendrimit të kontrollit të sjelljes, duke prishur njëkohësisht edhe lidhjet midis proceseve psiqike dhe gjendjes psiqike të njeriut. Demenca ndodh atëherë në rastet kur qelizat e trurit, pra ato neuronet, dëmtohen dhe vdesin kur ne tregojmë shumë të pakujdesshëm karshi tyre. Atëherë, le të kujtojmë që këto neuronet janë me të vërtet ashtu si ato fijet e korrentit, të cilat kur ato bien në masë, ato digjen dhe shkatërrohen. Po kështu edhe fijet e nervave, nëse nuk ushqehen mirë, edhe ato fillojnë të ngjishen me njëra tjetrën, të dëmtohen dhe të shkatërrohen. Pra, gjithmonë në rastet kur ne nuk tregojmë të kujdesshëm, kur nuk kapim sinjalet që na jep truri se po futemi në rrugën e demencës nervore. Kjo sëmundje kryesisht shfaqet pas moshës 60 vjet dhe mund të zgjasë deri në 15-20 vite nëse ne përsëri tregojmë të pakujdesshëm. Mund të shfaqet edhe më herët, sidomos kur kemi dëmtime fiziologjike ose metabolike. Si ndodh humbja e kujtesës? Kujtesa ruhet përmes rrjeteve sinaptike që lidhin qelizat nervore me njëra tjetrën, pra neuronet. Gjatë përsëritjes së informacionit, këto lidhje forcohen dhe informacioni kalon nga kujtesa afat shkurtër, pra tek hipokampusi, në qendrën e kujtesës afatgjatë, në korteks. Po si ndodh ky proces? Ja më dëgjoni me kujdes. Nëse unë marr dhe lexoj një tekst, truri im fillon në hipokampus dhe shënon disa pika. Nëse unë e rilexoj përsëri, ato rishënohen pika të tjera. Pra nëse unë e lexoj 3, 4, 5 herë, atëherë këto pika nuk do të jenë më të ndara kështu larg njëra tjetrës, por këto fillojnë të më formojnë një vijë, një gjurmë të caktuar. Njësoj tamam si një atlet, që kur ai nëse do të bëj vetëm një herë vrap, nuk mund të pretendoj për kampion, sepse nuk i kam stërvitur mirë muskujt. Po kështu edhe trurin. Nëse unë këto pika do t'i lë të ndara, këto me kalimin e kohës do të rallohen dhe këto fije pak nga pak fije neuronesh, pra unë bëj një krahasim shumë vulgar me këto, por kështu ndodh në qendrën e kujtesës, në hipokampus. Dhe mandej, kur kjo fije, kjo gjurmë bëhet e trash dhe kalon, le të themi, e ruajtur tek qendra e kujtesës në cipën e trurit, atëherë kjo lidhja është e fortë. Për ta mbajtur këtë lidhjen të fortë, unë her pas here duhet të bëj një stërvitje, një ushtrim të trurit, një gjimnastik, atë që ne do ta quajmë përsëritjen e një informacioni të caktuar. Dhe në këtë mënyrë, kjo gjurmë në sistemin tonë nervor ruhet për një kohë shumë të gjatë. Pra, përsëritja na ndihmon shumë mirë që trurin ta kemi sa më të freskët dhe afatgjatë. Nëse nuk e bëjmë këtë, do të bijmë në prehrin e demencës që këto lidhje fillojnë të shkatërrohen për shkak të grumbullimit të proteinave toksike, siç është për shembull beta amiloidi dhe tau. Këto proteina ndërpresin komunikimin midis neuroneve dhe bllokojnë transportin e ushqyesve brenda tyre. Trupi reagon me inflamacion kronik përmes qelizave imunitare të trurit, siç është kjo mikroglia, të cilat dëmtojnë mëtej indin nervor. Si ndodh ky proces?
Për shembull, ne kemi vënë re shumë herë që fiksojmë, si të thuash, njëra pas tjetrës, objekte, le të themi, të cilat në fillim më lën gjurmë nëpërmjet një objekti të njohur. Çdo njeri i posalindur fikson të parën shtëpinë e tij, pastaj atë rrugën që është afër shtëpisë dhe pastaj shikon qendrën ku ai rritet dhe kjo qendër bëhet e lidhur edhe me objektet e tjera. Me kalimin e kohës, kur ky rritet dhe shikon shtëpinë, shoqërohen këto objektet me njëra tjetrën dhe ai përfytyron me të vërtet, le të themi, qendrën e fshatit ose të qytetit. Ose unë kujtoj një njeri me të cilin unë jam prezantuar edhe me dy të tjerë. Sa bëj lidhjen me atë njeriun e parë, mua më shoqërohet përfytyrimi dhe më vijnë në kujtesë edhe figurat e tjera. Në rastin e demencës nervore, çfarë ndodh praktikisht? Humbet ky ngacmimi i parë, se si informacion ai është i ruajtur në tru, por mungon, si thua, ngacmimi, rruga për të shkuar në zgjimin e këtij informacioni të vendosur. Po cilët mund të jenë shkaktarët kryesorë që ne na çojnë te kjo demencë? Së pari, themi ndodh pas moshës 60 vjeçare dhe vëmë re që shumë njerëz pas kësaj moshe, atë pjesën e qafës të cervikales e kanë shumë të theksuar. Që do të thotë, pjesa vaskulare e sistemit të qarkullimit të gjakut ndodh kështu, me shtrembërimin e qafës. Vëmë re që arteriet dhe venat fillojnë të shtypen. Atëherë jemi në gjurmët e një demence vaskulare, që do të thotë rrjedhja e gjakut dhe oksigjenit në tru zvogëlohet, duke shkaktuar kështu mosngopje të qelizave të trurit me gjak, lëndë ushqyese dhe oksigjen. Nëse kjo mosngopje do të na vazhdojë për një kohë të gjatë, atëherë do të vëmë re që këto qeliza do të vdesin dhe do të më goditet ajo, si thua, qendra e kujtesës e para. Atëherë, nëse truri nuk merr rregullisht sasinë e oksigjenit dhe të lëndëve ushqyese, atëherë këto qeliza duke mbetur të uritura në vazhdimsi, do të vëmë re që ky tru do të shfaqë një lodhje të tij dhe në përgjithësi kjo shfaqet me, le të themi, nga tërres emrash. Sikur e kemi një emër në majtë të gjuhës dhe përsëri ne nuk e përmendim dot. Sikur e bëra një punë, për shembull, dhe unë e harrova. Të gjithëve ju ka ndodhur, të moshuarve, që ai mund ta mbylli derën dhe mendon, e mbylla derën apo jo, e harrova. E vë çelsin diku dhe e harron, për shembull. Ose i ka syzet në kokë dhe kërkon ku janë syzat. Ose kërkon diçka, për shembull, ka një mendim në kokë, për shembull, dhe sa të gjesti lolapsin, fletën, syzat, e harroi atë gjë. Pra, këto janë sinjalet e para që truri na tregon se po futet në rrugën e demencës dhe shkaktari kryesor në këtë rast është vaskulariteti. Pra, mos ushqyerja e mirë e trurit me gjak dhe me oksigjen.